Pikërisht tani, ndërsa lexoni këto fjalë, në trurin tuaj janë aktivizuar 86 miliardë neurone. Ato krijojnë lidhje, transmetojnë impuls elektrik, mundsojnë të menduarit. Por çdo gjë që po ndodh në kokën tuaj mbështetet në një seri konstantesh fizike të rregulluara me një saktësi kaq marramëndse saqë shkencëtarët nuk guxojnë ta quajnë rastësi. Konstanta gravitacionale, për shembull, ka një vlerë aq precize sa nëse ajo do të ndryshonte me 0 presje, 0,00001%, yjet nuk do të mund të formonin elementet kimike të nevojshme për jetën. Asnjë karbon, asnjë oksigjen, asnjë ju. Universi do të ishte një shkretir e mbushur me hidrogjen e heshtur. Por si është e mundur që konstanta gravitacionale ka pikërisht atë vlerë që nevojitet? Kush e rregulloi këtë precizion? Apo ndoshta ne jemi vetëm pjesë e një lotarie kozmike ku biliona universe lindin dhe vdesin dhe ne rastësisht ndodhemi në atë ku kushtet janë të përsosura. Ky paradoks ka një emër: kuet parimi antropik. Dhe ai ka shkaktuar debate aq të ashpra mes fizikanëve, saqë disa prej tyre kanë dalë nga salat e konferencave duke refuzuar të vazhdojnë diskutimin. Sepse këtu shkenca përplaset me pyetje që shkojnë përtej metodës shkencore. Pyetje për të cilat instrumentet tona nuk kanë përgjigje. Dhe më e frikshme nga të gjitha është kjo: sa më shumë të vëna mblevim, aq më qartë bëhet se precisioni me të cilin është rregulluar universi është i pamundur të jetë rastësi. Probabilitetet janë kaq të vogla sa mendja refuzon t'i pranoj. Ne flasim për shifra me 100 zero pas presjes zgjedhore, për saktësi që i ka përcejnë edhe simulimet më të fuqishme kompjuterike. Dhe këtu fillojnë problemet, sepse ka vetëm 3 mënyra për ta shpjeguar këtë mister. E para, jemi jashtëzakonisht me fat, dhe universi rastësisht u rregullua në pikërisht atë mënyrë që lejon jetën. Por probabiliteti për këtë është kaq infinitezimal sa e bën këtë hipotezë pothuajse të pamundur. E dyta, ekzistojnë një numër i pafundëm universish dhe ne ndodhemi në njërin prej atyre rrallë ku konstante janë të përshtatshme. Kjo është teoria e multigjithësisë, e cila, megjithse e pambështetur nga prova të drejtpërdrejta, është bërë populore mes fizikanëve. Dhe e treta, opsioni më i shqetësuar: dikush ose diçka e projektoi universin me një qëllim. Por kjo do thotë se shkenca ka arritur në kufitë e saj. Në atë pikë ku pyetjet tona nuk mund të përgjigjen më me eksperimente dhe matematik. Çfarë mendoni ju? A jemi thjesht produkti një lotarie kozmike? Apo ka diçka më të thellë, më të shqetësuese në këtë precizion që shkenca nuk mund ta shpjegojë? Sot do të shqyrtojmë të dhënat, do të analizojmë argumentet dhe do të përbalemi me implikacionet e një zbulimi që ka tronditur bazat e fizikës moderne. Paralajmërim: përgjigja nuk do t'ju qetësoj. Përkundrazi, ajo do të hap pyetje ende më të mëdha për natyrën e realitetit, të ekzistencës dhe të vendit ton në këtë gjithësi të pabesueshme. Të fillojmë me diçka që duket e thjeshtë: jeta. Çdo qenie e gjallë në këtë planet është ndërtuar nga atome: karboni, oksigjeni, azoti, hidrogjeni. Këto 4 elemente përbëjnë 96% të gjithë masës së organizmave të gjallë. Por nga vijnë këto atome? Ato nuk ekzistonin në momentet e para pas Big Bangut. Universi fjestar ishte vetëm një sup i ngjethë prej hidrogjenit dhe heliumit. Të gjitha elementet e tjera, të gjitha atomet që formojnë trupin tuaj, janë krijuar në zemrat e yjeve. Yjet janë fabrika kozmike që transformojnë hidrogjenit në elemente më të rënda përmes procesit të quajtur fuzion bërthamor. Në bërthamën e një ylli, presioni dhe temperatura janë aq të larta sa atomet e hidrogjenit shkrihen së bashku dhe formojnë helium. Kur heliumit mbarohet, ylli fillon të shkrirë heliumin në karbon dhe oksigjen. Dhe kështu vazhdon, duke krijuar gjithnjë më shumë elemente të rënda derisa ylli mbërrin në hekur. Por këtu vjen problemi. Fuzion i atomeve më të rënda se hekuri nuk lëshon energji.
por e konsumon ata. Prandaj ylli nuk mund të vazhdojë mëtej. Por atëherë nga vijnë elementet e tjera, ato lindin në momentin më dramatik të jetës së një ylli masiv, eksplozionin e supernovës. Kur një yll masiv mbaron karburantin, ai shembet në mpeshën e gravitetit të tij dhe më pas shpërthen me një forcë kaq të madhe sa për disa sekonda ai shkëlqen më shumë se një galaktikë e tërë. Në atë shpërthim, elementet e rënda si ari, platini, urani krijohen dhe hidhen në hapësirë. Dhe nga ajo hi kozmike, pas miliarda vitesh, formohen planetet e rinj. Dhe në një prej tyre, në tokë, ato atome të krijuara në vdekjen e yjeve u organizuan në molekula komplekse që quan në jetën. Por ky proces, i cili duket kaq i natyrshëm, varet nga një ekuilibër i përsosur mes forcave themelore të natyrës. Nëse forca gravitacionale do të ishte pak më e fortë, yjet do të digjnin shumë më shpejt dhe nuk do të jetonin mjaftueshëm gjatë për të krijuar elementet e nevojshme për jetën. Nëse ajo do të ishte pak më e dobët, yjet nuk do të mund të nxixeshin fare, sepse graviteti nuk do të ishte i mjaftueshëm për të kompresuar gazin dhe për të filluar fuzionin bërthamor. Kemi nevojë për eksaktësisht atë forcë që kemi, as pak më shumë, as pak më pak. Dhe kjo nuk është e vetmja konstante që duhet të jetë rregulluar me saktësi. Forca elektromagnetike, e cila mban elektronet në orbit rreth bërthamës së atomit, gjithashtu ka një vlerë kritike. Nëse ajo do të ishte vetëm disa përqind më e fortë ose më e dobët, lidhjet kimike që mundësojnë molekulat komplekse nuk do të mund të formonin asnjë protein, asnjë ADN, asnjë qelizë gjallë. Jemi këtu sepse konstante fizike kanë vlera që duken të zgjedhura enkas për të lejuar ekzistencën tonë. A keni ndjenjen se diçka këtu nuk shkon? Që këto vlera janë shumë të përsosura për të quajtur rastësi. Ky është pikrisht paradoksi që ka mbajtur fizikanët zgjuar natën. Sepse sa më thellë shikojmë, aq më e qartë bëhet që jemi në një univers i cili duket sikur është projektuar për të krijuar jetën. Por a është vërtet kështu? Apo ka një shpjegim tjetër, një shpjegim që nuk kërkon asnjë projektues kozmik? Ky është çështja që do ta shqyrtojmë tani. Në vitin 1961, fizikani amerikan Robert Dicke, duke punuar në Universitetin Princeton, vuri re diçka të çuditshme. Ai ishte duke studiuar moshën e universit dhe arsyeën pse ne ekzistojmë pikrisht në këtë kohë, afërsisht 18 miliard vjet pas Big Bangut. Dhe ai kuptoi se pyetja ishte e gabuar. Ne nuk mund të ekzistonim në asnjë kohë tjetër. Sepse për të krijuar elementet kimike të nevojshme për jetën, është e nevojshme që të kalojnë miliarda vjet, derisa yjet të lindën, të jetonin dhe të vdisnin. Duk për hapir atomet e rënda në hapësirë. Ne nuk mund të vëzhgojmë universin në një fazë më të hershme, sepse atëherë nuk do të kishim ekzistuar. Kjo ishte një shqetësim i thjesht, por i thellë. Dicke e quajti atë parimin antropik të dobët. Ai thoshte: ne shohim universin me këto konstante, sepse vetëm një univers me këto konstante mund të krijojë vëzhguesit si ne. Nëse konstante do të ishin ndryshe, ne nuk do të ishim këtu për t'i vrojtuar ato. Është si të pyesësh, pse ne jetojmë në një planet me ujë të lëngët? Sepse jeta e bazuar në kimik kërkon ujë. Nëse toka nuk do të kishte ujë, ne nuk do të ishim këtu për të parë tokën. Por një 12 vjet më vonë, në vitin 1973, astrofizikani australian Brandon Carter shkoi më larg. Ai e quajti versionin e tij parimin antropik të fortë. Dhe ky parim thoshte diçka shumë më kontroverse. Universi duhet të ketë ato veti që e lejojnë ekzistencën e jetës në një fazë të caktuar të historisë së tij. Me fjalë të tjera, nuk është rastësi që konstante janë të rregulluara kaq mirë. Ato duhet të jenë të tilla, sepse nëse nuk do të ishin, ne nuk do të ekzistonim për t'i vrojtuar ato. Kjo tingëllon si një lloj fjalësh, por Carter e dinte se pas kësaj logjike fshihej një mistër i vërtet. Sepse sa më shumë shkencëtarët matën konstante fizike, aq më e qartë bëhej se ato ishin rregulluar me një precizion të pabesueshëm. Martin Rees, astrofizikani britanik në Universitetin e Cambridge-it,
identifikoi 6 konstante themelore që përcaktojnë gjithçka në univers. Ai I quajti ato QUOTE0. Dhe ai zbuloi se nëse ndonjë prej tyre do të ndryshonte vetëm pak, universi do të ishte I pajetueshëm. Le t'i shohim disa prej këtyre numrave. E para është konstanta gravitacionale, e cila përcakton forcën e gravitetit. Nëse ajo do të ishte vetëm 0, presje 0,0000, 1% më e madhe, yjet do të digjnin shumë më shpejt dhe nuk do të jetonin mjaftueshëm gjatë për të zhvilluar jetën komplekse. Nëse ajo do të ishte 0, presje 0,0000, 1% më e vogël, yjet nuk do të ishin mjaftueshëm të nxehtë për të filluar fuzionin bërthamor dhe për të krijuar elementet e rënda. Kjo është si të përshkruash një makinë që funksionon vetëm në një temperaturë shumë specifike, 1 grad më lart ose më poshtë dhe ajo ndalet. E dyta është forca bërthamore e fortë, e cila lidh protonet dhe neutronet në bërthamën e atomit. Nëse kjo forcë do të ishte vetëm 2% më e dobët, deuteriumi, një izotop I hidrogenit, nuk do të ishte I qëndrueshëm. Pa deuterium nuk ka fuzion bërthamor. Pa fuzion nuk ka energji në yje. Pa energji në yje nuk ka elemente të rënda. Asgjë. Një univers I mbushur vetëm me hidrogen të ftohtë dhe të padobishëm. Nga ana tjetër, nëse forca bërthamore e fortë do të ishte 2% më e fuqishme, të gjithë hidrogeni në univers do të ishte kthyer në helium në minutat e para pas Big Bangut. Pa hidrogen nuk ka ujë. Pa ujë nuk ka jetë siç e njohim ne. E treta është forca elektromagnetike. Ajo përcakton sa fort elektronet lidhen me bërthamën e atomit. Nëse kjo forcë do të ishte vetëm 4% më e fortë ose më e dobët, kimia do të ishte e pamundur. Molekulat e nevojshme për jetën nuk do të mund të formonin. Asnjë protein, asnjë ADN, asnjë qelizë. Vetëm atomet e izoduara që lundrojnë në një univers të pajetë. Dhe kështu vazhdon për secilën konstante. Secila prej tyre është rregulluar me një precizion kaq të madh sa probabiliteti që kjo të ndodhë rastësisht është pothuajse 0. Si shpjegohet ky precizion? Kjo është pyetja që ka shkaktuar ndarje të thella mes shkencëtarëve. Dhe për ta kuptuar sa e thellë është kjo ndarje, duhet të flasim për 3 skena të mundshme që fizikanët kanë propozuar. 3 mënyra të ndryshme për ta shpjeguar të mistër. Dhe secila prej tyre ka implikacione që shkojnë përtej fizikës, drejt filozofisë, drejt metafizikës dhe ndoshta edhe përtej kufive të asaj që shkenca mund të përgjigjet ndonjëherë. Skenari I parë, rastësia e pastër. Kjo është shpjegimi më I thjeshtë, por edhe më I vështirë për t'u pranuar. Sipas kësaj pikpamje, ne thjesht kemi fat. Konstante fizike morën vlerat që kanë rastësisht, pa asnjë arsye, pa asnjë mekanizëm themeltar që I detyron ato të jenë pikërisht ato që janë. Dhe ne ndodhemi këtu sepse nëse konstante do të ishin ndryshe, ne nuk do të ishim këtu për t'i vrojtuar ato. Është si të fitosh në lotari. Dikush duhet ta fitojë, megjithse shanset janë të pafundme. Dhe ai dikush jemi ne. Por problemi me këtë shpjegim është se shanset janë aq të ulta sa mendja refuzon t'i pranojë. Le të marrim një shembull konkret. Roger Penrose, matematikani dhe fizikani britanik, fituesi I çmimit Nobel për fizik në vitin 2020, ka llogaritur probabilitetin që universi të fillojë me atë nivel shumë të ulët entropie që ai kishte në fillim. Sepse entropia e ulët në Big Bang është kusht themelor që mundëson ekzistencën e strukturave të organizuara si galaksit, yjet dhe jeta. Penrose arriti në një shifër marramëndse. 1 në 10 në fuqin 100 e 10. Kjo është një numër me 110 zero pas tij. Për ta vënë në perspektiv, numri I atomeve në të gjithë universin e dukshëm është vetëm 10 në fuqin 80. Me fjalë të tjera, shanset që universi të ketë filluar me ato kushte të përshtatshme për jetën janë aq infinitezimal të vogla sa është pothuajse e pamundur t'i quajmë rastësi. Për të gjetur një univers si yni duke provuar rastësisht,
do të duhej të provoje aq shumë herë sa numri i provave do të te i kalonte biliona herë numrin e atomeve në të gjitha galaksitë e njohura. Kjo nuk është thjesht e pafavorshme. Kjo është praktikisht e pamundur. Dhe kjo na çon në skenarin e dytë. Skenari i dytë, multigjithësia. Nëse shanset për një univers si i yni janë kaq të ulta, atëherë ndoshta ka shumë univers. Miliarda, triliona, një numër i pafundëm. Dhe secili prej tyre ka vlera të ndryshme për konstante fizike. Në shumicën e këtyre universive, konstante janë të tilla sa nuk lejonin formimin e yjeteve, galaktikave ose jetës. Ato universi janë të pajetueshme, të mbushura vetëm me grimca që lundrojnë përmes hapësirës së zbrazët. Por në një numër shumë të vogël universish, konstante rastësisht morën vlerat e duhura. Dhe ne, padyshim, ndodhemi në një prej atyre universive të rralla, sepse nëse nuk do të ishim këtu për të bërë pyetjen. Kjo ide mund të duket si fantazi shkencë, por ajo ka mbështetje teorike serioze nga fizika moderne. Disa versione të teorisë së stringave, për shembull, sugjerojnë se mund të ekzistojnë deri në 10 në fuqin 500 universi të ndryshme, secili me ligje fizike pak të ndryshme. Inflacioni kozmik, teoria e cila shpjegon pse universi është aq i gjerë dhe i njëtrajtshëm, gjithashtu mund të krijojë një peizazh të pafundëm universish, ku çdo univers fillon nga një pikë ndryshme në hapësirë. Këto universi nuk komunikojnë me njëri tjetrin. Ato ekzistojnë në rajone të ndryshme të një realiteti më të madh, i cili është kaq i madh sa mendja nuk mund ta konceptojë. Por ka një problem me multigjithësinë. Ajo nuk është e verifikueshme. Ne nuk mund të shohim universi të tjera. Ne nuk mund të bëjmë eksperimente për të provuar ekzistencën e tyre. Dhe për shumë fizikan, kjo e bën multigjithësinë jo shkencë, por metafizik. Teoria e multigjithësisë nuk parashikon asgjë që mund të testohet. Ajo thjesht thot, ka shumë univers, dhe ne ndodhemi në njërin prej atyre të rralla që lejon jetën. Por a është kjo vërtet një shpjegim? Apo është thjesht një mënyrë për të shpëtuar nga problemi duke postuluar një numër të pafundëm universish për të cilat nuk kemi asnjë provë? Disa fizikan e quajnë këtë antropikun e dëshpëruar, sepse nëse pranohet multigjithësia, atëherë çdo parashikim që fizika bën është i pakuptueshëm. Pse universi ka këto konstante dhe jo të tjera? Sepse në multigjithësi, çdo kombinim është i mundshëm. Çfarë do të ndodhë në të ardhmen e universit? Çdo gjë e mundshme do të ndodhë në ndonjë univers tjetër. Kjo është një pyetje që mbyll të gjitha dyert e kërkimit shkencor. Nëse çdo gjë është e mundshme, atëherë asgjë nuk mund të parashikohet. Dhe nëse asgjë nuk mund të parashikohet, atëherë si mund të themi se po bëjmë shkencë? Dhe kjo na çon në skenarin e tretë, ai më kontroverson, ai që shumë fizikanë refuzojnë, madje edhe ta diskutojnë, skenari i dizajnit. Nëse konstante janë rregulluar kaq mirë, dhe nëse shanset për një rregullim të tillë rastësor janë aq të ulta, dhe nëse multigjithësia nuk është e verifikueshme, atëherë mbetet një mundësi. Dikush ose diçka e projektoi universin me një qëllim. Por kush? Dhe për çfarë qëllimi? Kjo ide është aq kontroverse sa shumë fizikan nuk duan madje as ta dëgjojnë, sepse ajo i çon drejt territorit të teologjisë, i cili historikisht ka qenë në konflikt me shkencën. Për shekuj, shkenca ka luftuar për të larguar shpjegimet mbinjerëzore nga studimi i natyrës, dhe tani, në shekullin e 21, disa fizikan po sugjerojnë se ndoshta duhet të rikonsiderojmë këtë pozicion. Jo sepse shkenca ka dështuar, por sepse ajo ka arritur në një pikë ku pyetjet tona shkojnë përtej asaj që instrumentet tona mund të përgjigjen. Paul Davies, fizikani britanik që ka punuar në Universitetin e Arizonës dhe në Universitetin e Sydneyt, është një prej zërave që ka propozuar seriozisht mundësinë e një qasjeje të re. Në librin e tij nga viti 1986 me titull Plani kozmik, Davies argumenton se rregullimi i Hall i konstanteve fizike sugjeron se universi ka një qëllim. Por ai nuk flet për një zot antropomorfik që ndërhyn në çështjet njerëzore. Ai flet për një parim organizues themelor që qëndron në themel të realitetit,
diçka që shoqëria moderne nuk ka ende konceptin për ta përshkruar. Davis e quan këtë parimin teleologjik. Teleologjia është studimi i qëllimeve dhe i shkaqeve përfundimtare. Dhe sipas Davis, universi mund të ketë qëllim të koduar në strukturën e tij themelore. Jo në kuptimin se dikush e ndërtoi atë, por në kuptimin se ligjet e fizikës vet mund të kenë një tendencë të brendshme drejt kompleksitetit, drejt organizimit, drejt lindjes së jetës dhe të ndërgjegjes. Kjo nuk është teologji tradicionale. Kjo është një ide që qëndron diku midis shkencës dhe filozofisë, duke kërkuar një kuadër konceptual të ri për ta shpjeguar atë që shohim. Por shumica e fizikanëve nuk janë të kënaqur me këtë. Steven Weinberg, fituesi i çmimit Nobel për fizik në vitin 1979, ka thënë hapur se ideja e një universi të projektuar është e papranueshme për shkencën. Sipas tij, nëse ne fillojmë të themi se universi ka një qëllim, atëherë po heqim dorë nga misioni i shkencës për të gjetur shpjegime natyrore. Ne po themi se ka gjëra që shkenca nuk mund t'i shpjegojë, dhe kjo është dorëzim intelektual. Weinberg dhe shumë kolegë të tij mbështesin teorinë e multigjithësisë, megjithse pranojnë se ajo nuk mund të testohet drejt për drejt. Për ta, kjo është çmimi që duhet paguar për të mbrojtur idenë e një universi të paorganizuar, i cili nuk ka qëllim të brendshëm. Dhe këtu kemi arrit në një ndarje themelore mes shkencëtarëve. Nga njëra anë janë ata që besojnë se multigjithësia është shpjegimi më i mirë, megjithse i paverifikueshëm. Nga ana tjetër janë ata që mendojnë se rregullimi i Hall kërkon një shpjegim më themelor, edhe nëse ky shpjegim i çon drejt pyetjeve që shkenca ende nuk mund t'i trajtojë. Dhe më pas, ka edhe një grup të tretë, më të vogël, i cili thot se e gjithë kjo debat është pa kuptim, sepse ne po pyesim pyetje për të cilat nuk ka përgjigje shkencore. Ne po bëjmë filozofi, jo shkencë. Kjo ndarje nuk është thjesht akademike. Ajo përfshin pyetje themelore për natyrën e realitetit dhe për kufirin e njohurive njerëzore. A mund të shpjegojë shkenca çdo gjë? Apo ka pyetje që shkenca, për nga natyra e saj, nuk mund t'i përgjigjet? Dhe nëse ka të tilla pyetje, çfarë duhet të bëjmë me to? T'i injorojmë? Apo të pranoj që realiteti mund të ketë aspekte që shkojnë përtej asaj që metoda shkencore mund të eksplorojë? Çfarë mendoni ju? A është e pranueshme për shkencën të thotë se ka gjëra që nuk mund të shpjegohen? Apo është kjo dorëzim intelektual? Dhe nëse multigjithësia është e paverifikueshme, a është ajo vërtet shkencë? Apo është thjesht një mënyrë për të shpëtuar nga përfundimi që universi mund të ketë një parim organizues themelor që ne ende nuk e kuptojmë? Këto janë pyetje për të cilat nuk ka përgjigje të lehta, dhe ato janë pikërisht ato pyetje që do të na shoqërojnë përgjatë këtij udhëtimi. Për ta kuptuar sa i thellë është ky mister, le të shohim disa konstante të tjera që janë rregulluar me precizion të pabesueshëm. Konstantja e dendësisë kritike të universit është një prej tyre. Kjo konstante përcakton balancën midis ekspansionit të universit dhe forcës së gravitetit që tenton ta ngadalsojë atë ekspansion. Nëse kjo konstante do të ishte vetëm 1 në 1 milion më e madhe, universi do të ishte shëmbur mbi veten e tij përpara se yjet të kishin kohë për të lindur. Graviteti do të kishte fituar dhe gjithçka do të ishte tërhequr mbrapsht në një Big Crunch. Një ana tjetër, nëse kjo konstante do të ishte vetëm 1 në 1 milion më e vogël, universi do të ishte zgjeruar aq shpejt sa materia nuk do të kishte pasur kohë për të grumbulluar në yje. Dhe galaksi. Do të ishim në një univers të zbrazët, pa struktura, pa dritë, pa jetë. Një konstante tjetër kritike është dendësia e energjisë së zbrazët, e njohur si konstanta kozmologjike. Kjo është energjia e qëndrueshme që përmbahet në vetë hapësirën, dhe ajo ka një vlerë kaq të vogël, kaq afër zeros, sa është pothuajse e pabesueshme. Por nëse ajo do të ishte vetëm pak më e madhe se sa është, hapësira do të zgjerojë kaq shpejt sa asnjë strukturë nuk do të mund të formohej. Galaksit nuk do të ekzistonin, yjet nuk do të ekzistonin, ne nuk do të ekzistonim. Dhe ndërkohë, teoria kuantike parashikon që kjo energji duhet të jetë 120 rende të madhësisë më e madhe se sa ajo që vërejmë.
Kjo është diferenca më e madhe midis një parashikimi teorik dhe një matjeje eksperimentale në të gjithë historinë e shkencës. Është sikur fizika të na thotë se kjo konstante duhet të jetë 120 herë më e madhe, por për ndonjë arsye të panjohur, ajo është pothuajse 0. Pse? Askush nuk e di. Ky është një prej mistereve më të mëdha të fizikës moderne, dhe ai e bën edhe më të qartë faktin se ne nuk kuptojmë thellësisht pse universi funksionon siç funksionon. Ne mund të përshkruajmë ligjet e fizikës me ekuacione matematikore jashtëzakonisht të sakta, por ne nuk mund të shpjegojmë pse ato ligje kanë formën që kanë dhe pse konstante kanë vlerat që kanë. Është sikur ne të dimë se si funksionon një makinë, por të mos dimë pse ajo u projektua në atë mënyrë. Fred Hoyle, astrofizikani britanik që punoi në Universitetin e Cambridge-it, zbuloi një rregullim të Hall tjetër që e la atë të shokuar. Në vitin 1553, ai ishte duke studiuar se si karboni prodhohet në yje. Karboni është elementi themelor i jetës. Pa karbon nuk ka molekule organike, nuk ka ADN, nuk ka jeta. Por për të krijuar karbon, yjet duhet të shkrihen 3 atome heliumi së bashku. Kjo është një proces jashtëzakonisht i vështirë, sepse këto 3 atome duhet të takohen në të njëjtën kohë dhe në të njëjtin vend, gjë që është shumë e rrallë. Hoyle llogariti se për të ndodhur kjo, bërthama e karbonit duhet të ketë një nivel energjie shumë specifik, i cili e bën procesin të mundshëm. Dhe kur ai bëri llogaritjet, ai zbuloi se ky nivel energjie ekziston. Por nuk ishte asnjë arsye teorike që ai të ekzistonte. Ishte sikur bërthama e karbonit të ishte rregulluar enkas për të lejuar formimin e karbonit. Hoyle ishte ateisti deklaruar, por ky zbulim e trondit. Më vonë ai shkroi se dukej sikur ligjet e fizikës ishin manipuluar për të lejuar lindjen e jetës. Ai tha se sa më shumë shqyrtonte provat, aq më shumë i dukej sikur një superinteligencë ka manipuluar fizikën, kimin dhe biologjin. Por ai nuk përdori fjalën Zot. Ai foli për një forcë organizuese të panjohur që duket se ka qenë në punë në formimin e universit. Kjo ishte një pohim i jashtëzakonshëm nga një shkencëtar i nivelit të Hoyle. Por shumica e fizikanëve nuk e ndoqën atë në këtë drejtim. Ata vazhduan të kërkojnë shpjegime më të natyrshme, dhe shumë prej tyre u mbështetën në teorinë e multigjithësisë si shpjegimin më të mirë. Por edhe kjo teori ka problemet e veta, sepse nëse ka një numër të pafundëm universish, atëherë çdo gjë e mundshme duhet të ndodhë diku. Duhet të ketë universe ku ligjet e fizikës janë vetëm pak të ndryshme nga tonat, por edhe universe ku ligjet janë plotësisht të ndryshme. Dhe nëse çdo gjë është e mundshme, atëherë asgjë nuk është e veçantë. Universi ynë nuk ka asgjë unike. Ne jemi thjesht një prej një numri të pafundëm kopjesh dhe ekzistenca jonë nuk ka asnjë rëndësi të veçantë. Për disa njerëz, kjo është një ide çliruese. Ajo tregon se ne nuk jemi qendra e gjithçkaje, se ekzistenca jonë është thjesht një prej shumë mundësive. Por për të tjerë, kjo është e frikshme, sepse nëse ne jemi vetëm një prej një numri të pafundëm kopjeve, atëherë çfarë kuptimi ka jeta jonë? Çfarë kuptimi ka gjithçka që bëjmë? Nëse çdo vendim që ne marrim është marrë tashmë në një univers tjetër, dhe çdo rrugë që ne nuk ndjekim është ndjekur nga një version tjetër i nesh diku tjetër, atëherë a ka vërtet kuptim zgjedhja? A kemi ne vërtet vullnetin e lirë? A e keni menduar ndonjëherë këtë? Që nëse multigjithësia është reale, atëherë ka një version tjetër të jush, diku që po bën zgjedhje plotësisht të ndryshme nga tuajat, që po jeton një jetë plotësisht të ndryshme, dhe që secili prej këtyre versioneve është po aq real sa ju. Si ndryshon kjo mënyrën se si e shihni veten dhe vendimet tuaja? Dhe nëse ky version i juaj është vetëm një prej një numri të pafundëm, a e bën kjo jetën tuaj më pak të rëndësishme? Apo ndoshta, pikërisht sepse ka kaq shumë versione,
Çdo version bëhet edhe më i çmuar, sepse ai është i vetmi i atij lloji, i vetmi me ato përvoja specifike, me ato mendime specifike. Por le të kthehemi te shkenca dhe të shohim se çfarë po thonë të dhënat. Në vitin 2000, fizikan italian Franco Vazza dhe neurobiologu Alberto Feletti bëjnë një zbulim i cili solli sërish në vëmendje paralelet e çuditshme midis të madhes dhe të voglës. Ata krahasuan strukturën e rrjetit të neuroneve në trurin njerëzor me strukturën e rrjetit kozmik të galaktikave të shpërndara përgjatë universit, dhe ajo që zbuluan ishte e befasishme. Të dy rrjetet kishin të njëjtat veti statistikore, të njëjtin model dëgjëzimi, të njëjtin koeficient grumbullimi, të njëjtën dinamik të rrjedhjes së informacionit. Algoritmet kompjuterike që ata përdorën nuk mund të dallonin midis imazeve mikroskopike të qelizave të trurit dhe imazeve teleskopike të grumbullimeve galaktike. Kjo nuk është thjesht një analogji e bukur. Kjo është një ngjashmëri e matshme, e bazuar në analizë statistikore rigoroze. Dhe ajo ngre një pyetje thelbësore. Pse universi në shkallë të madhe duket si një tru gjigant? A është kjo thjesht rastësi? Apo ka diçka më themelore që po ndodh këtu? Një parim universal që qeveris organizimin e sistemeve komplekse në të gjitha shkallët. Disa shkencëtar si Roger Penrose kanë shkuar edhe më larg. Penrose ka propozuar se vetëdia nuk është thjesht një produkt i aktivitetit të trurit, por një fenomen i lidhur me vetë strukturën e universit në nivel kuantik. Sipas tij, vetëdia lind nga procese kuantike që ndodhin në strukturat e quajtura mikrotubula brenda neuroneve. Dhe këto procese kuantike nuk janë të izoluara nga pjesa tjetër e universit. Ato janë të lidhura me strukturën kuantike të realitetit vet. Kjo do të thotë se vetëdia nuk është diçka që i ndodh universit. Vetëdia është një aspekt themelor i universit, i koduar në ligjet e fizikës në nivelin më themelor. Kjo ide është jashtëzakonisht kontroverse. Shumica e neuroshkencëtarëve mendojnë se vetëdia është një fenomen emergjent, i cili lind nga ndërveprimet komplekse të miliarda neuroneve. Nuk ka nevojë për fizikë kuantike, nuk ka nevojë për mistere kozmike. Truri është një kompjuter biologjik dhe vetëdia është software i cili funksionon në atë hardware. Por Penrose dhe disa të tjerë argumentojnë se kjo shpjegim nuk mjafton, sepse kompjuterët nuk kanë vetëdije. Ata mund të procesonin informacion, por ata nuk përjetojnë gjëra. Dhe nëse vetëdia është thjesht procesimi informacioni, atëherë pse ne kemi përvojën subjektive? Pse ka diçka që quhet të qenit unë? Ky është problemi i vështirë i vetëdijes, dhe ai mbetet një prej mistereve më të mëdha të shkencës. Ne mund të shpjegojmë shumë aspekte të funksionimit të trurit. Ne mund të hartojmë se si neuronet komunikojnë, si formohen kujtimet, si merren vendimet. Por ne ende nuk mund të shpjegojmë pse të gjitha këto procese shoqërohen me një përvojë subjektive. Pse ka diçka që quhet të ndjesh dhimbje, të shijosh ëmbëlsirë, të shohësh ngjyrën blu. Këto janë pyetje që shkenca ende nuk i ka përgjigjur, dhe disa mendojnë se ato janë pyetje që shkenca nuk do të jetë kurrë në gjendje t'i përgjigjë, sepse ato shkojnë përtej asaj që metoda shkencore mund të studiojë. Por le të supozojmë për një moment se Penrose ka të drejtë. Le të supozojmë se vetëdia është një fenomen kuantik i cili është i lidhur me strukturën themelore të universit. Çfarë do të nënkuptonte kjo? Do të nënkuptonte se ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të një universi të paditur. Ne jemi pjesë e një universi që ka vetëdijen e koduar në ligjet e tij themelore. Ne jemi universi që po bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Çdo mendim që ne kemi, çdo përvojë që ne bëjmë, është universi që po eksploron veten e tij përmes nesh. Në këtë kuptim, ne nuk jemi të veçantë në krahasim me universin. Ne jemi universi vet, i përqendruar në një pikë të vogël të hapësirës dhe kohës, duke u përpjekur të kuptojë se çfarë është dhe pse ekziston. Kjo është një ide e fuqishme, por ajo gjithashtu është një ide që nuk mund të testohet drejt për drejt.
Ne nuk mund të bëjmë një eksperiment që të provojë se vetdia është një fenomen kuantik kozmik. Ne mund të bëjmë eksperimente që të tregojnë se procese kuantike ndodhin në tru, por ne nuk mund të provojmë se ato procese janë ajo që krijon vetdijen. Dhe kjo na çon sërish te e njëjta pyetje që kemi hasur gjatë gjithë këtij udhtimi. Sa larg mund të shkojë shkenca? Dhe kur shkenca mbërrin në kufirin e saj, çfarë duhet të bëjmë? Të injorojmë pyetjet që nuk mund të përgjigjen shkencerisht, apo të pranojmë se ka aspekte të realitetit që shkojnë përtej metodës shkencore? A mendoni se vetdia është thjesht një produkt i trurit, apo ka diçka më të thellë, diçka që na lidh me strukturën themelore të universit? Dhe nëse ne jemi universi që po bëhet i vetdijshëm për vetveten, çfarë përgjegjësie kemi ne? A kemi ne një rol të veçantë në këtë proces? Apo jemi thjesht një prej biliona formave të jetës që mund të lindin në një univers të pafund? Por ka diçka që fizikanët rrallë diskutojnë në publik, diçka që i bën ata të shqetësuar natën, dhe kjo është se sa pak ne vërtet e kuptojmë. Ne flasim për rregullimin e hollë të konstanteve, si të ishte një fakt i vendosur, por e vërteta është se ka eksperimente që kanë dështuar, ka të vëna që nuk përputhen, ka teori që duhet të funksionojnë, por nuk funksionojnë. Dhe kur këto probleme nxirren në dritë, reagjimi shpesh nuk është kurreshtje shkencore, por heshtje e shqetësuar. Le të fillojmë me një shembull konkret. Në vitin 2017, një ekip nga Universiteti i Gjenevës u përpoq të riprodhojë matjet e Roger Penrose për entropia e ulët në Big Bang. Ata përdorën modele kompjuterike më të përparuara, me fucil llogaritse disa herë më të mëdha se ato që kishte Penrose. Dhe ata arritën në një shifër krejt ndryshe, jo në 110 pasdhjetëshes, por në vetëm 80. Kjo është ende një numër marramëndës i madh, por është dalimi konsiderueshëm. Dhe kur ata publikuan rezultatet, reagimi nga komuniteti shkencor ishte heshtuar. Asnjë debat i madh, asnjë risqyrtim i teorive, vetëm heshtje. Pse ndodh kjo? Sepse nëse matjet tona të entropisë janë të pasakta, atëherë të gjitha llogaritjet tona për probabilitetin e një universi si yni janë të pasakta. Dhe nëse probabilitetet janë ndryshe, atëherë ndoshta kjo nuk është aq e jashtëzakonshme sa menduam. Ndoshta shanset janë 1 në 1 miliard, në vend të 1 në 10 në fuqin 110. Kjo ende është e pabesueshme, por është pak më pak e pamundur. Dhe kjo e bën argumentin për multigjithsin ose për dizajnin pak më pak bindës. Një problem tjetër që shkencëtarët rrallë diskutojnë është mospërputhja midis matjeve të ndryshme të konstantës Hubble, e cila përcakton shpejtësinë e zgjerimit të universit. Kur ne e matim këtë konstante duke vëzguar galaksitë e largëta, marrim një vlerë. Kur e matim duke studiuar rrezatimin kozmik të sfondit, marrim një vlerë tjetër, dhe këto dy vlera nuk përputhen. Diferenca është vetëm disa përqind, por është e mjaftueshme për të krijuar një krizë në kozmologji. Sepse nëse ne nuk mund të matim sakt një konstante themelore si kjo, si mund të jemi të sigurt për matjet e tjera? Si mund të besojmë në rregullimin e Hall nëse instrumentet tona nuk janë mjaftueshëm të sakta? Dhe më pas, ka edhe çështjen e energjisë së errët dhe materisë së errët. Ne e dim se ato ekzistojnë, sepse pa to, universi nuk do të sillej siç sillet. Galaksitë nuk do të rrotulloheshin me shpejtësinë që rrotullohen. Universi nuk do të zgjerohej me ritmin që zgjerohet. Prandaj ne postulluam ekzistencën e diçkaje që nuk mund ta shohim, që nuk mund ta matim drejt për drejt, por që duhet të jetë atje për të shpjeguar atë që vëzgojmë. Materia e errët përbën rreth 25% të universit, energjia e errët përbën rreth 70%, dhe materia normale, ajo që përbën planetët, yjet, galaksitë dhe ne, përbën vetëm 5%. Me fjalë të tjera, 95% e universit është e bërë nga diçka që ne nuk e kuptojmë fare. Ne i kemi dhënë emra këtyre gjërave, ne i kemi futur në ekuacionet tona, por ne nuk kemi asnjë ide se çfarë janë ato. Dhe kjo duhet të na bëjë të metueshëm për pretendimet tona se e kuptojmë universin. Si mund të flasim për rregullimin e Hall të konstanteve,
kur ne nuk e dim se çfarë është shumica e universit. Si mund të llogarisim probabilitetet kur ne nuk e dim natyrën e energjisë që drejton zgjerimin kozmik. Por askush nuk flet për këto gjëra në konferencat publike. Askush nuk i përmend ato në dokumentarët popullor, sepse ato minojnë narrativën që shkenca ka arritur në një kuptim të thellë të realitetit. Dhe ndoshta, në thellësi të zemrës, shumë fizikan e dinë se ne jemi shumë më larg nga kuptimi i plot se sa do të donim ta pranonin publikisht. Ne mund të përshkruajmë fenomenet me saktësi të jashtëzakonshme, por përshkrimi nuk është shpjegimi. Ne e dim çfarë ndodh, por jo pse ndodh. A mendoni se shkenca është më afër kuptimit të plot se sa duket? Apo ne thjesht po bëjmë harta gjithnjë më të sakta të një territori që kurrë nuk do ta kuptojmë plotësisht? Dhe nëse 95% e universit është e bërë nga diçka që ne nuk e njohim, çfarë të drejtë kemi ne për të pretenduar se e dim pse konstante kanë vlerat që kanë? Të kthehemi te rregullimi i Hall dhe të shohim një shembull konkret që ilustron problemin në mënyrë dramatike. Raporti midis forcës elektromagnetike dhe forcës gravitacionale. Kjo është një prej konstanteve më të çuditshme në të gjithë fizikën. Forca elektromagnetike është rreth 1/40 pasti herë më e fortë se forca gravitacionale. Kjo është një diferenca marramëndse, por kjo diferencë është absolutisht kritike për jetën. Nëse forca elektromagnetike do t'ishte vetëm pak më e dobët, elektronet do të binin në bërthamën e atomit dhe materia, siç e njohim ne, nuk do të ekzistonte. Nëse ajo do t'ishte pak më e fortë, elektronet do të largoheshin fare nga bërthama dhe atomet nuk do të mund të formonin. Dhe nëse forca gravitacionale do t'ishte pak më e fortë në krahasim me forcën elektromagnetike, yjet do t'ishin shumë më të vegjël dhe do të digjnin shumë më shpejt. Ata do të jetonin vetëm disa milion vjet në vend të miliarda. Dhe kjo nuk do të ishte mjaftueshëm kohë për të zhvilluar jetën komplekse. John Barrow dhe Frank Tipler, dy fizikanë që punuan në Universitetin e Oxfordit dhe në Universitetin e Tulane, publikuan një studim të detajuar në vitin 1986. Ata llogaritën se nëse raporti midis forcës elektromagnetike dhe forcës gravitacionale do të ndryshonte me më shumë se 1 në 1 miliard, jeta siç e njohim ne do të ishte e pamundur. Kjo është një saktësi që të i kalon çdo gjë që ne kemi ndërtuar ndonjëherë. Është sikur të përpiqesh të qellosh një shenjë në hën duke hedhur një gjilpër nga toka. Dhe jo vetëm të qellosh hënën, por të qellosh një pikë të caktuar në hën me një precizion prej disa milimetrash. Si shpjegohet kjo? Barrow dhe Tipler ishin ndër mbështetësit më të zëshëm të parimit antropik të fortë. Ata argumentuan se kjo saktësi është aq e jashtëzakonshme sa nuk mund të jetë rastësi. Ose ka një numër i pafundëm universish, ose ka një parim organizues themelor që i udhëzon konstante drejt vlerave që lejojnë jetën. Ata nuk zgjodhen midis këtyre dy mundësive. Ata thjesht thanë se njëra prej tyre duhet të jetë e vërtet. Por shumica e fizikanëve nuk janë të kënaqur me asnjërin nga këto mundësi. Ata duan një shpjegim më të natyrshëm. Ata duan një teori që parashikon vlerat e këtyre konstanteve nga parimet e para, pa pasur nevojë për multigjithësi ose për parimet teleologjike. Dhe kjo është ajo që teoria e stringave përpiqet të bëjë. Teoria e stringave është një përpjekje për të unifikuar të gjitha forcat themelore të natyrës në një kuadër të vetëm. Sipas kësaj teorie, grincat elementare nuk janë pika pa dimension, por vargje të vogla vibruese të energjisë. Dhe mënyra se si këto vargje vibruan përcakton vetit e grincave. Kjo t'ingrilon premtuese, por problemi është se teoria e stringave nuk parashikon një bashkësi unike vlerash për konstante. Në vend të kësaj, ajo parashikon një peizazh të gjerë të mundur vlerash me rreth 10 në fuqim 500 konfiguraci të ndryshëm. Secili prej këtyre konfigurimeve përfaqëson një univers të mundshëm me ligje fizike pak të ndryshme. Dhe kjo na sjell sërish te multigjithësia. Teoria e stringave, në vend që të eliminojë nevojën për multigjithësi, në fakt e përforcon atë. Dhe kështu, ne jemi përsëri në pikën e fillimit.
Ne kemi një precizion të pabesueshëm që kërkon shpjegim. Por të gjitha shpjegimet që ne kemi janë ose të patestueshëm, ose çojnë në pyetje të reja që janë po aq të vështira. A është kjo thjesht kufiri i njohurive njerëzore? A ka pyetje për të cilat shkenca, për nga natyra e saj, nuk mund të jap përgjigje? Apo ne thjesht nuk kemi zhvilluar ende kornizën konceptuale të duhur për t'i kuptuar këto fenomene? Çfarë mendoni ju? A jeni të kënaqur me idenë e një numri të pafundëm universish të patestueshëm? Apo ju duket se duhet të ketë një shpjegim më i thjeshtë, më elegant, që ne thjesht nuk e kemi zbuluar ende? Dhe nëse shkenca nuk mund të përgjigjet në këto pyetje, ku duhet të kërkojmë përgjigjet? Le të marrim një ushtrim mendor. Imagjinoni se ju jeni një qenie e jashtme inteligjente që sapo ka zbuluar tokën. Ju analizoni kushtet në këtë planet dhe zbuloni se ato janë të përsosura për jetën. Temperatura mesatare, përbërja atmosferike, prania e ujit të lëngët, fusha magnetike që mbron nga rrezatimi kozmik, hëna që stabilizon boshtin e rrotullimit, distanca nga dielli. Çdo gjë duket e rregulluar me precizion për të lejuar zhvillimin e jetës komplekse. Çfarë do të konkludonit? A do të thonit se kjo është rastësi? Se biliona planet ekzistojnë dhe ne rastësisht kemi gjetur një nga ata pak ku kushtet janë të përshtatshme? Kjo do të ishte një përfundim i arsyeshëm. Por tani imagjinoni se ju zbuloni se jo vetëm toka, por vetë universi është rregulluar me precizion për të lejuar ekzistencën e planetëve si toka. Konstante gravitacionale, forca elektromagnetike, forca bërthamore e fortë, të gjitha kanë vlera që duket se janë zgjedhur enkas për të krijuar një univers ku jeta është e mundur. Tani, çfarë do të konkludonit? A do të thonit ende se kjo është rastësi? Apo do të fillonit të dysponit? Sepse këtu, ne nuk po flasim për një planet mes trilionave planetësh. Ne po flasim për universin vetë. Dhe nëse universi është rregulluar me precizion, atëherë opsionet tona janë të kufizuara. Ose ka shumë universe, ose ka një arsye që ky univers është i tillë. Disa fizikanë argumentojnë se kjo analogji është e gabuar. Ata thonë se ne nuk mund të krahasojmë universin me një planet, sepse planetet janë objekte brenda universit, ndërsa universi është gjithçka që ekziston. Ne mund të pyesim pse toka ka ujë, sepse ekzistojnë planet të tjerë pa ujë, por ne nuk mund të pyesim pse universi ka këto konstante, sepse nuk ka univers të tjera për krahasim. Ose të paktën nëse i ka, ne nuk mund t'i vëzgojmë ata. Kjo është një pikë e vlefshme, por ajo nuk i eliminon problemin, sepse edhe brenda universit ton ne mund t'imagjinojmë se si gjërat do t'ishin nëse konstante do t'kishin vlera të ndryshme. Ne mund të bëjmë simulime komputerike që tregojnë se çfarë do të ndodhte nëse forca gravitacionale do t'ishte pak më e fortë ose pak më e dobët. Dhe ajo që këto simulime tregojnë është se zona e vlerave që lejojnë jetën është jashtëzakonisht e ngushtë. Shumica e mundësive çojnë në universe të pajetueshme. Vetëm një diapazoni shumë i ngushtë vlerash krijon një univers ku yjet, galaksitë dhe jeta mund të ekzistojnë. Në vitin 2005, fizikani Max Tegmark, duke punuar në Institutin e Teknologjisë së Massachusettit, publikoi një analizë të detajuar të këtij problemi. Ai identifikoi 3 lloje të ndryshme të multigjithësisë që mund të shpjegonin rregullimin e Hall. Multigjithësia e nivelit 1, ku ka rajone të ndryshme të një universi të pafundëm, secili me kushte filestare të ndryshme. Multigjithësia e nivelit 2, ku universi të ndryshme kanë ligje fizike të ndryshme, dhe multigjithësia e nivelit 4, ku çdo strukturë matematikore e mundshme korespondon me një univers real. Kjo e fundit është veçanërisht radikale. Tegmark argumenton se nëse matematika përshkruan realitetin, atëherë çdo strukturë matematikore e mundshme duhet të jetë po aq reale sa universi ynë. Me fjalë të tjera, çdo gjë që mund të përshkruhet matematikisht ekziston në një kuptim. Kjo do të nënkuptonte se numri i universive nuk është vetëm i pafundëm, por është i pafundëm në një kuptim shumë më të thellë se sa ne zakonisht e imagjinojmë. Por edhe Tegmark pranon se kjo është një hipotezë e patestueshme. Ne nuk mund të shohim në universite të tjera. Ne nuk mund të komunikojmë me ta.
Ne thjesht mund të argumentojmë se logjika matematike sugjeron ekzistencën e tyre. Por a është kjo shkencë, apo është metafizik e veshur me gjuhën e matematikës? Kjo na çon te një pyetje themelore për natyrën e shkencës. Çfarë e bën një ide shkencore? A është ajo e testueshmërisë? Nëse po, atëherë multigjithësia nuk është shkencë, sepse ne nuk mund ta testojmë. Por nëse shkenca kërkon testueshmëri, atëherë si mund të hullumtojmë pyetje për origjinën e universit, ku për vetë natyrën e pyetjes? Ne nuk mund të bëjmë eksperimente të përsëritshme? A duhet të heqim dorë nga këtë pyetje? Apo duhet të zgjerojmë kriteret tona për atë që cilësohet si shkencë? A mendoni se multigjithësia është shkencë? Apo është një mënyrë elegante për të shpëtuar nga një problem i vështirë, duke postuluar diçka që nuk mund të testohet? Dhe nëse shkenca nuk mund të trajtojë pyetje të tilla fundamentale si origjina e universit, atëherë çfarë disipline duhet t'i trajtojë ato? Filozofia? Teologjia? Apo duhet thjesht të pranojmë se ka pyetje për të cilat nuk do të kemi kurrë përgjigje? Le të shohim një aspekt tjetër të këtij problemi që shpesh injorohet. Koha. Ne menduam për konstante fizike si për numra të përjetshëm të pandryshueshëm. Por çfarë nëse ato nuk janë konstante fare? Çfarë nëse ato ndryshojnë me kalimin e kohës? Disa fizikan kanë propozuar se konstante si konstanta gravitacionale ose shpejtësia e dritës mund të kenë ndryshuar gjatë historisë së universit. Në momentin e Big Bangut, ato mund të kenë pasur vlera të ndryshme dhe në të ardhmen e largët, ato mund të ndryshojnë sërish. Kjo ide ka implikacione të jashtëzakonshme. Nëse konstante ndryshojnë, atëherë rregullimi i hollë që ne vëzgojmë mund të mos jetë aq i jashtëzakonshëm sa duket. Ndoshta universi filloi me vlera të rastësishme dhe më pas ato vlera u evoluan drejt atyre që ne shohim sot përmes një lloji procesi të përzgjedhjes natyrore kozmike. Lee Smolin, fizikani që punon në Institutin Perimeter për Fizikë Teorike në Kanada, ka propozuar pikërisht këtë. Ai sugjeron se universitet të rinj lindin brenda vrimave të zeza të universive ekzistues dhe ligjet fizike të universit të ri janë pak të ndryshme nga ato të prindërve. Me kalimin e kohës, universite që kanë ligje që favorizojnë formimin e vrimave të zeza dhe prandaj më shumë universite pasardhëse bëhen më të zakonshme. Kjo është një ide e bukur. Ajo e shpjegon rregullimin e holl pa pasur nevojë për një projektues ose për një numër infinit universish që ekzistojnë në mënyrë të njëkohshme. Në vend të kësaj, universi evoluojnë me kalimin e kohës dhe ne ndodhemi në një univers që është i optimituar për formimin e vrimave të zeza, të cilat rastësisht janë të lidhura ngushtë me kushtet që lejojnë jetën. Por edhe kjo teori ka problemet e saj. Për një gjë, ajo është e patestueshme. Ne nuk mund të shohim se çfarë ndodh brenda një vrime të zezë. Ne nuk mund të konfirmojmë se universite të rinj lindin atje, dhe nuk kemi asnjë provë direkte se konstante kanë ndryshuar me kalimin e kohës. Matjet tona më të sakta sugjerojnë se nëse konstante kanë ndryshuar fare, ndryshimi ka qenë shumë i vogël, aq i vogël sa ne nuk mund ta zbulohet me teknologjinë aktuale. Por mungjesa e provave nuk është provë e mungjesës. Mundet që konstante të kenë ndryshuar dhe ne thjesht nuk kemi mjetet për ta matur këtë ndryshim. Ose mundet që ato të ndryshojnë vetëm në shkallë kohore aq të gjata sa historia e tërë e universit deri më sot është thjesht një grimcë. Nëse universi ka 13,8 miliard vjet dhe nëse konstante ndryshojnë në një shkallë kohore prej trilionave vjetësh, atëherë ne nuk do të kemi parë ende asnjë ndryshim të matshëm. Kjo na sjell te një realizim i shqetësuar. Çdo gjë që ne e dim për universin bazohet në një kampion kohor jashtëzakonisht të vogël. Ne kemi bërë vëzhgime për vetëm disa qindra vjet, dhe edhe teleskopët tanë më të fuqishëm mund të shohin vetëm 13,8 miliard vjet prapa në kohë, deri në Big Bang. Çfarë ndodhi para Big Bangut? Çfarë do të ndodhë në të ardhmen e largët? Ne nuk e dim. Ne thjesht supozojmë se ligjet e fizikës që ne vëzhgojmë sot kanë qenë të njëjta gjithmonë dhe do të mbeten të njëjta për gjithmonë. Por kjo është një supozim, nuk është një fakt i vërtetuar.
Imagjinoni se ju jeni një insekt që jeton vetëm për një ditë. Ju vëzgoni botën rreth jush dhe përfundoni se dielli gjithmonë lëviz nga lindja në perëndim, se temperatura gjithmonë ndryshon në një cikel të caktuar, se errat gjithmonë fryn nga drejtime të caktuara. Për ju, këto janë ligje të përjetshme të natyrës, por në realitet, ato janë vetëm modele sezonale që ndryshojnë gjatë vitit. Dhe ju, me jetën tuaj të shkurtër, nuk keni mundur të vëzgoni këto ndryshime më të gjera. Mund të jemi ne në të njëjtën pozitë. Mund të jemi ne si insekti që jeton për një ditë, duke vëzguar universin në një moment të vogël të historisë së tij dhe duke menduar se ligjet që ne shohim janë të përjetshme. Është e mundur që shkalla kohore në të cilën universi ndryshon në mënyrë fundamentale është aq e gjatë sa ne thjesht nuk kemi jetuar mjaftueshëm gjatë për ta vënë re. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë të gjitha pretendimet tona për të kuptuar natyrën fundamentale të realitetit mund të jenë premature. A ju shqetëson kjo ide? Që gjithçka që ne mendojmë se e dim mund të jetë e vlefshme vetëm për këtë moment të vogël kozmik? Që ligjet e fizikës mund të ndryshojnë në shkallë kohore që ne nuk mund t'i imagjinojmë? Dhe nëse kjo është e mundur, si ndikon kjo tek besimi ynë në shkencë, tek aftësia jonë për të kuptuar realitetin? Tani, le të kthehemi te pika fillestare. Ju, lequesi i këtyre fjalëve. Qenia e vetëdijshme e ulur diku në këtë univers të rregulluar me precizion, çdo atom në trupin tuaj u krijua në zemrën e një ylli që vdiq miliarda vjet përpara se ju të lindnit. Karboni që formon ADN në tuaj, oksigjeni që ju thithni, hekuri në gjakun tuaj, të gjitha këto elemente janë hi ujtore, mbetjet e eksplosioneve kozmike që ndodhen në thelësitë e hapësirës dhe kohës. Në këtë kuptim, ju nuk jeni thjesht në univers, ju jeni universi vetë, i organizuar në një formë që mund të mendoj, të ndjej dhe të pyes pyetje për origjinën e saj. Dhe këto pyetje janë të çuditshme. Sepse nëse konstante fizike do të ishin pak të ndryshme, ju nuk do të ishit këtu për t'i bërë ato. Atomet e karbonit nuk do të ekzistonin. Yjet nuk do të jetonin mjaftueshëm gjatë për të krijuar elemente të rënda. Galaksitë nuk do të formonin, dhe gjithçka që do të kishte ekzistuar do të ishte një shkretëtirë e pafundme e gazit të ftohtë që lundron përmes një hapësire të zbrazët. Pa strukturë, pa kompleksitet, pa vetdije, vetëm heshtje e përjetshme. Por ne jemi këtu, dhe kjo e thjesht e faktit se ne ekzistojmë është ajo që e bën këtë mistër kaq të thellë, sepse ekzistenca jon kërkon një seri ndodhish të pabesueshme. Big Bangu filloi me një nivel shumë specifik: entropie, konstante gravitacionale, forca elektromagnetike, forca bërthamore e fortë, të gjitha morën vlerat e sakta. Yjet u formuan dhe krijuan elemente të rënda. Disa prej atyre yjeve shpërtyen si supernovë dhe përhapën atomet në hapësirë. Nga ajo hi u formua sistemi diellor. Toka u vendos në distancën e përsosur nga dielli, hëna u krijua në një mallësi dhe distancë që stabilizoi boshtin e rrotullimit të tokës. Uji lëngët mbeti në sipërfaqen e planetit për miliarda vjet. Dhe nga ajo ujë, në një mënyrë që ne ende nuk e kuptojmë plotësisht, lindi jeta. Dhe më pas 3 miliardë gjysmë vjetësh evolucioni, lindi një specie që mund jo vetëm të mbijetojë, por edhe të reflektojë mbi ekzistencën e saj. Një specie që ndërton teleskop për të vëzhguar yjet, që zhvillon matematik për të përshkruar ligjet e natyrës, që pyet pyetje që shkojnë përtej mbijetesës dhe riprodhimit. Pyetje si: pse ekzistojmë? Çfarë është kuptimi i gjithë kësaj? A jemi vetëm? Dhe më e rëndësishmja, a kishte mundësi që gjithë kjo të mos ndodhte? Përgjigjja e fundit është po. Absolutisht po. Nëse ndonjë nga konstante do të ishte pak ndryshe, asgjë prej kësaj nuk do të kishte ndodhur. Ne jemi rezultati i një zinxhiri shkakesh kaq të gjatë dhe kaq delikat, sa mendja refuzon ta konceptojë plotësisht. Dhe megjithatë, ne jemi këtu. Duke e lecuar këtë, duke e kuptuar këtë,
duke qenë të befasuar nga kjo. A e kuptoni peshën e kësaj? Që thjesht fakti se ju ekzistoni, se ju mund të mendoni këto mendime, është diçka e pazakont? Që ju jeni pika përfundimtare e një procesi që filloi 13,8 miliard vjet më parë dhe që në çdo hap mund të kishte shkuar ndryshe. Dhe megjithatë, këtu jeni ju, i gjallë, i vetëdijshëm. Duke u pyetur për të gjitha këto gjëra, por çfarë kuptimi ka gjithë kjo? Nëse ne jemi kaq të rrallë, kaq të pazakont, kaq të vështirë për të shpjeguar, atëhere çfarë përgjegjësie kemi ne? A kemi ne një qëllim të veçantë? Apo jemi thjesht një aksident kozmik, një goditje e lumtur e një kazino që luan me probabilitete të pamundura? Disa njerëz gjejnë ngushëllim në idenë se ne jemi të veçantë, që ekzistenca jonë ka kuptim, sepse dikush ose diçka e projektoi universin me një qëllim, që ne nuk jemi thjesht një produkt i rastësisë, por pjesë e një plani më të madh. Dhe kjo ide mund të jetë ngushëlluese. Ajo na jep një ndjenjë qëllimi, një ndjenjë se jeta jonë ka vlerë përtej mbijetesës biologjike. Por kjo ide gjithashtu bart një peshë të rëndë, sepse nëse ne jemi të veçantë, nëse ne jemi këtu për një arsye, atëherë ne kemi një përgjegjësi për të jetuar në përputhje me atë qëllim. Dhe nëse ne nuk e dim çfarë është ai qëllim, atëherë ne jemi në një pozitë shumë të vështirë. Ne jemi si një aktor në një skenë që nuk e di rolin e tij. Ne jemi duke u përpjekur të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë, por nuk kemi skenar. Dhe kjo mund të jetë e frikshme. Nga ana tjetër, ka ata që e pranojnë idenë se ne jemi thjesht një aksident, që universi nuk ka qëllim, dhe as ne, që ekzistenca jonë është thjesht një ngjarje statistikisht e paprobabishme në një univers që nuk i përket asgjëje kuptimi. Dhe kjo ide gjithashtu mund të jetë çliruese, sepse nëse nuk ka qëllim të dhënë, atëherë ne jemi të lirë të krijojmë qëllimin ton. Ne jemi të lirë të vendosim për veten ton çfarë është e rëndësishme, çfarë ka vlerë, si duam të jetojmë. Por kjo ide gjithashtu mund të jetë e frikshme, sepse nëse nuk ka qëllim, atëherë çfarë kuptimi ka gjithçka që ne bëjmë? Nëse ne jemi vetëm një grimcë e vogël në një univers të madh e të painteresuar, atëherë a ka vërtet rëndësi nëse ne jetojmë mirë ose keq? Nëse ne ndërtojmë ose e shkatërrojmë, nëse ne krijojmë bukuri ose përhapim dhimbje, nëse në fund gjithçka zhduket në hijen e kohës kozmike. Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, dhe ato janë pikërisht ato pyetje që na bëjnë njerëz. Sepse vetëm ne, nga gjithë speciet që kemi zbuluar, jemi në gjendje të pyesim këto lloj pyetjesh. Vetëm ne jemi në gjendje të shohim përtej nevojave tona të menjëhershme dhe të pyesim për kuptimin e gjithë saj. Vetëm ne jemi në gjendje të vëzhgojmë universin dhe të habitemi nga kompleksiteti dhe bukuria e tij. Dhe ndoshta kjo është përgjigja. Jo se ne kemi një qëllim të dhënë, por se ne jemi të aftë të krijojmë qëllim. Se ne jemi të aftë të gjejmë bukuri në një univers që nuk e premton atë. Se ne jemi të aftë të krijojmë kuptim në një univers që, sa për veten e tij, nuk ka kuptim. Dhe ndoshta kjo është ajo që na bën të veçantë. Jo se dikush na krijoi me një qëllim, por se ne jemi të aftë të krijojmë qëllimin ton. Çfarë mendoni ju? A ka një qëllim të dhënë për ekzistencën ton, apo ne krijojmë qëllimin ton vetë? Dhe nëse ne krijojmë qëllimin ton, atëherë çfarë qëllimi zgjidhni ju? Si doni të jetoni në këtë univers të çuditshëm, të pazakont, të rregulluar me precisión që na ka dhënë mundësinë për të ekzistuar? Le të marrim një perspektivë të ndryshme. Një perspektivë që rrallë diskutohet në debatet për rregullimin e Hall. Perspektiva e kohës. Ne jetojmë në një moment të veçantë në historinë e universit. Mësuam më parë se universi ka 13,8 miliard vjet, por kjo është vetëm fillimi i historisë së tij. Nëse pritet që universi të vazhdojë të ekzistojë për biliona ose madje triliona vjet të tjerë, atëherë ne jetojmë në atë që mund të quhet fëmijëria e universit. Ne jetojmë në një kohë kur yjet ende lindin, kur galaksitë ende formohen, kur jeta ende është e mundur. Por kjo nuk do të vazhdojë përgjithmonë. Në një të ardhme të largët,
të gjithë yjet do të vdesin. Hidrogjeni që i ushqen ata do të konsumohet dhe galaksitë do të bëhen vende të errta, të mbushura me vrima të zeza dhe me mbledhje të ftohta të yjeve të vdekur. Në një shkallë kohore edhe më të gjatë, edhe vrimat e zeza do të avullojnë përmes rrezatimit Hawking, dhe në fund, universi do të jetë thjesht një shkretire ftohtë dhe zbrazët, ku asgjë nuk ndodh, ku asnjë strukturë nuk ekziston, ku koha vetë humbet kuptimin. Kjo quhet vdekja termike e universit. Dhe ajo është fati i pashmangshëm i një universi që zgjerohet përgjithmonë. Entropia do të arrijë maksimumin e saj. Çdo diferencë e temperaturës do të zhduk, çdo gradiente energjie do të niveloh, dhe në atë gjendje të ekuilibrit të përsosur, asgjë interesante nuk mund të ndodhë më. Pra, në shkallën e madhe kozmike, ne jetojmë në një moment jashtëzakonisht të shkurtër dhe të çmuar. Një moment kur universi është mjaftueshëm i ri për të pasur struktura, por mjaftueshëm i vjetër për të pasur krijuar elementet e nevojshme për jetën. Një moment kur yjet shkëlqejnë, kur planetët rrotullohen, kur jeta mund të lulëzojë. Dhe kjo na jep një perspektivë të re për rregullimin e Hall. Ndoshta çështja nuk është se pse universi është rregulluar për jetën, por kur. Ndoshta ka pasur periudha në historinë e hershme të universit kur jeta nuk ishte e mundur, dhe do të ketë periudha në të ardhmen kur jeta sërish nuk do të jetë e mundur. Ne ndodhemi në atë dritare kohore të ngushtë kur kushtet janë të përsosura. Dhe kjo na jep një përgjegjësi të re, sepse nëse ne jetojmë në një moment aq të rrallë, aq të çmuar, atëherë çfarë bëjmë me atë moment? Si përdorim këtë kohë që na është dhënë? A e shpërdorojmë atë në konflikte të panevojshme dhe në konsum pa kuptim? Apo e përdorim atë për të krijuar bukuri, për të zgjeruar njohurit, për të kultivuar dashuri dhe mirëkuptim? Këto nuk janë pyetje teorike, ato janë pyetje praktike që ndikojnë në mënyrën se si ne jetojmë çdo ditë. Dhe ndoshta, në fund, kjo është ajo që rregullimi i Hall na mëson, jo se dikush ose diçka na projektoi, por se ne kemi një përgjegjësi për të jetuar në një mënyrë që respekton rrallësinë dhe bukurinë e kësaj mundësie që na është dhënë. A e ndryshon kjo perspektiva kohore mënyrën se si ju shihni jetën tuaj? Duke e ditur se ju jetoni në një moment të veçantë në historinë kozmike, një moment që nuk do të përsëritet, a ndryshon kjo atë që ju vlerësoni, atë që ju zgjidhni të bëni me kohën tuaj? Ka një çështje tjetër që duhet të trajtojmë përpara se të arrijmë në fund. Çështja e vetmisë. Nëse universi është vërteta që rregulluar për jetën, atëherë pse duket se ne jemi vetëm? Ku janë të tjerët? Ky është paradoksi i Fermi, i emëruar pas fizikanit Enrico Fermi, i cili në një drek në vitin 1950 pyeti: nëse galaktika jon ka qindra miliarda yje, dhe nëse shumë nga ato yje kanë planeta, dhe nëse jeta lind lehtësisht kur kushtet janë të përshtatshme, atëherë duhet të ketë miliona, ndoshta miliarda qytetërime në galaktikën tonë. Dhe disa prej tyre duhet të jenë shumë më të vjetra dhe më të përparuara se ne. Atëherë, pse ne nuk kemi parë asnjë shenjë të tyre? Ka shumë përgjigje të mundshme për këtë paradoks. Ndoshta jeta është shumë më e rrallë se sa menduam. Ndoshta hapi nga jeta e thjeshtë në jetën inteligjente është jashtëzakonisht i vështirë. Ndoshta qytetërimet inteligjente priren të vetë shkatërrohen përpara se të përhapen nëpër galaktik. Ndoshta ata janë atje, por ne thjesht nuk kemi zhvilluar ende teknologjinë për t'i zbuluar ata. Ose ndoshta ata kanë zgjedhur qëllimisht të mos na kontaktojnë. Por ka edhe një mundësi tjetër, më e frikshme. Ndoshta ne jemi vërtet vetëm. Ndoshta ekzistenca e jetës inteligjente është aq e rrallë, aq e vështirë për t'u arritur, sa ne jemi të parët në galaktikën tonë ose madje në të gjithë universin e dukshëm. Ndoshta ne jemi përpara të gjithëve. Ndoshta ne jemi ata që do të përhapen, që do të kolonizojnë, që do të sjellin jetën dhe vetëdijen në pjesë të universit që tani janë të pajetueshme. Kjo është një mundësi që bart një peshë të madhe, sepse nëse ne jemi të parët,
Atëherë përgjegjësia për të mbrojtur jetën, për të ruajtur vetëdijen, për të siguruar që ky eksperiment kozmik i jashtëzakonshëm nuk përfundon me ne, bie mbi supet tona. Ne jemi kujdestarët jo vetëm të planetit ton, por të ardhmes së jetës në univers. Por kjo gjithashtu na jep një lloj shprese, sepse nëse ne jemi të parët, atëherë ne mund të jemi ata që vendosin se si do të jetë e ardhmja. Ne mund të jemi ata që përhapen në përryje, që krijojnë qytetërime të reja, që eksplorojnë misteret e universit. Ne mund të jemi ata që marrin rregullimin e holl të këtij universi dhe e përdorin atë për të krijuar diçka bukur, diçka kuptimplote, diçka që ja vlen të jetë ndodhur. Apo ndoshta ne nuk jemi vetëm. Ndoshta diku në një galaktik të largët ka një qytetërim tjetër që po shikon yjet dhe po pyet të njëjtat pyetje. Që po pyet, a jemi vetëm? A ka kuptim gjithë kjo? Çfarë përgjegjësie kemi ne? Dhe ndoshta një ditë ne do të takohemi. Dhe atëherë do të zbulojmë se ne nuk ishim kurrë vërtet vetëm, se kishim gjithmonë shoqërues në këtë udhtim kozmik, edhe nëse ne nuk e dinim. Çfarë mendoni ju? A jemi ne vetëm në univers? Dhe nëse jemi, a ndryshon kjo përgjegjësinë tonë? Apo nëse nuk jemi vetëm, si ndryshon kjo mënyrën se si e shohim veten në kontekstin e një realiteti më të madh kozmik? Dhe tani, pas gjithë këtij udhëtimi, pas gjithë këtyre pyetjeve, pas gjithë këtyre spekulimeve, le të kthehemi te pyetja fillestare. Kush e rregulloi universin për jetën? Dhe përgjigja është, ne nuk e dim. Dhe kjo është e sinqertë. Pavarësisht nga të gjitha njohuritë tona, pavarësisht nga të gjitha zbulimet tona, pavarësisht nga të gjitha teoritë tona, ne ende nuk kemi një përgjigje definitive. Ne kemi 3 skena të mundshme, asnjë nga të cilat nuk mund të provohet plotësisht. E para, rastësia. Ne jemi jashtëzakonisht me fat, dhe nëse shanset janë 1 në 10 në fuqinë 110, e po, kemi fituar atë lotari të pamundur. Kjo kërkon një besim në probabilitete aq të ulta sa mendja refuzon t'i pranojë, por është e mundur. E dyta, multigjithësia. Ka një numër të pafundëm universish dhe ne ndodhemi në një prej atyre të rrallë ku kushtet janë të përshtatshme. Kjo shpjegon rregullimin e holl, por krijon probleme të reja. Nëse çdo gjë është e mundshme, atëherë asgjë nuk është e veçantë. Dhe si mund të testojmë një teori për universe që nuk mund t'i vëzhgojmë? E treta, dizajni. Dikush ose diçka e projektoi universin me një qëllim. Kjo shpjegon precizionin, por ngre pyetje edhe më të mëdha. Kush është ky projektues? Çfarë është qëllimi? Dhe nëse ka një projektues, kush e projektoi atë? A na çon kjo në një regres të pafundëm? Asnjë nga këto përgjigje nuk është tërësisht kënaqëse. Asnjë nuk përgjigjet në të gjitha pyetjet. Asnjë nuk mbyll debatin. Dhe ndoshta kjo është ajo që duhet të pranohet, se ka pyetje për të cilat ne nuk do të kemi kurrë përgjigje definitive. Se realiteti është më i thellë, më i ndërlikuar, më misterioz se sa ne mund ta konceptojmë. Por kjo nuk do të thotë se pyetjet janë pavlerë. Përkundrazi, pyetjet janë ajo që na bën njerëz. Aftësia për të pyetur pse, për të kërkuar përtej asaj që është e dukshme, për të dashur të kuptojmë edhe kur kuptimi na shpëton. Kjo është ajo që na dallon. Kjo është ajo që na bën unik. Dhe ndoshta, në fund, kjo është përgjigja më e mirë që mund të ofrojmë. Jo se e dim pse universi është rregulluar kështu, por se ne jemi këtu, në këtë moment të jashtëzakonshëm duke bërë këtë pyetje. Dhe fakti se ne mund t'i bëjmë këtë pyetje, fakti se ne jemi të vetëdijshëm për këtë mister, ndoshta është vetë përgjigja. Ne nuk jemi thjesht vëzhgues pasiv të një universi që mund ose jo të ketë kuptim. Ne jemi pjesa e universit që po përpiqet të kuptojë vetveten. Ne jemi mënyra se si universi eksploron misteret e veta. Çdo zbulim që bëjmë, çdo pyetje që shtrohme, çdo dritë që ndezim në errësirën e panjohur, është pjesë e një procesi më të madh, vetë zbulimi kozmik. Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë ne nuk jemi të parëndësishëm.
ne nuk jemi të rastësishëm. Ne jemi thelpsor. Sepse pa ne, ose pa diçka si ne, universi do t'ishte thjesht një makinë e verbër që funksionon sipas ligjeve fizike pa asnjë vetdije për vetveten. Por me ne, universi bëhet i vetdijshëm. Dhe kjo është diçka e jashtëzakonshme. Çfarë do të bëni ju me këtë dijenje? Duke e ditur se ju jeni pjesë e një eksperimenti kozmik kaq të rrallë, kaq të pazakont, kaq të çuditshëm që shkenca nuk mund ta shpjegojë plotësisht. Duke e ditur se ju jeni një prej mënyrave se si universi eksploron vetveten. A ndryshon kjo mënyrën se si ju jetoni, atë që ju vlerësoni, pyetjet që ju shtron? Ndoshta nuk ka përgjigje definitive për misterin e rregullimit të Hall, por ndoshta kjo është pikërisht pika. Ndoshta pyetjet janë më të rëndësishme se përgjigjet. Ndoshta procesi i kërkimit, procesi i habitjes, procesi i përpjekjes për të kuptuar është ai që na jep kuptim. Dhe ndoshta në fund, kjo është ajo që rregullimi i Hall na mëson. Jo se dikush na projektoi, jo se jemi të rastësishëm, por se jemi pjesë e diçkaje më të madhe se vetja jon individuale. Diçkaje që po zbulon vetveten përmes nesh. Diçkaje që po bën pyetje për vetveten përmes mendjes son. Diçkaje që po habitet me bukurinë e vet përmes syve tan. Vazhdoni të pyesni. Vazhdoni të kërkoni. Vazhdoni të habiteni. Sepse çdo herë që bëni këtë, universi bëhet pak më i vetëdijshëm për madhështinë e vet. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo është arsyeja pse ne jemi këtu. Por ka një dimension tjetër të këtij misteri që duhet të eksplorojmë përpara se të mbyllim. Dimensioni i zgjedhjes. Sepse pavarësisht nëse universi është trajektuar, i rastësishëm apo pjesë e një multigjithësie, ne ende përbalemi me zgjedhje se si të jetojmë në atë. Dhe këto zgjedhje kanë peshë. Mendoni për një moment se çfarë do të thotë të dish që konstante fizike janë rregulluar aq precize. Kjo do të thotë që ekzistenca jon qëndron në një skaj shumë të hollë. Një ndryshim i vogël, një zhvendosje e lehtë dhe asgjë nga kjo nuk do të kishte ekzistuar. Ne nuk do të kishim qenë këtu për të reflektuar mbi këtë. Toka nuk do të kishte formuar, jeta nuk do të kishte lindur, vetëdia nuk do të kishte zgjuar. Dhe megjithatë, këtu jemi. Në këtë grumbull të vogël të shkëmbijve dhe ujërave që fluturon përmes hapësirës, në këtë ishull të brisht të ekuilibrit termodinamik në një univers që shkon drejt entropisë maksimale, në këtë moment të shkurtër kozmik, kur yjet ende shkëlqejnë dhe jeta ende është e mundur. Çfarë bëjmë me këtë dijeni? Si na ndryshon ajo? A duhet të na bëjmë më të përullur, duke e ditur se jemi kaq të rastësishëm, kaq të brisht? Apo duhet të na bëjmë më krenar, duke e ditur se jemi produkti i një procesi kaq të pazakont? Ndoshta të dyja. Ndoshta ne duhet të jemi të përullur përpara misterit, por krenar për aftësinë tonë për ta kuptuar atë. Por më e rëndësishmja, si ndikon kjo tek përgjithësia jon? Sepse nëse ne jemi vërtet kaq të rrallë, atëherë çdo veprim që ne marrim bart një peshë të madhe. Çdo vendim që ne bëjmë ka pasoja jo vetëm për ne, por për vazhdimsinë e këtij eksperimenti të pazakont kozmik. Dhe këtu është dilema jonë. Ne jemi specia e parë në këtë planet që ka aftësinë për të shkatërruar veten plotësisht. Ne kemi ndërtuar armë që mund të shkatërrojnë qytete të tëra. Ne kemi ndryshuar klimën e planetit. Ne kemi shtuar nivelin e deteve. Ne kemi shkaktuar zhdukjen masive të specieve. Ne kemi ndërtuar një qytetërim që konsumon burime në një shkallë që nuk është e qëndrueshme. Dhe megjithatë, ne gjithashtu jemi specia e parë që mund të shikojë përtej vetes, që mund të kuptoj pasojat afatgjata të veprimeve tona, që mund të imagjinoj një të ardhme ku ne jemi përhapur në përujje, që mund të zgjellë të ndryshoj rrugën tonë përpara se të jetë shumë vonë. Kjo është zgjedhja jonë dhe ajo është reale. Ne mund të vazhdojmë në rrugën që jemi duke shkuar, duke shpresuar që teknologjia do të zgjidhë problemet që teknologjia ka krijuar, apo ne mund të bëjmë një ndryshim themelor në mënyrën se si ne jetojmë, në mënyrën se si ne lidhemi me planetin, në mënyrën se si ne lidhemi me njëri tjetrin. Dhe kjo zgjedhje nuk është thjesht praktike.
ajo është gjithashtu filozofike, sepse ajo pasqyron se çfarë ne besojmë për veten tonë, për vendin tonë në univers, për përgjegjësinë tonë ndaj të ardhmes. Nëse ne besojmë se jemi thjesht një aksident, një grincë e vogël në një univers të madh e të painteresuar, atëherë ndoshta nuk ka rëndësi çfarë ne bëjmë. Nëse gjithçka është pa kuptim, atëherë pse të mos konsumojmë sa më shumë që mundemi, përderisa mundemi. Por nëse ne besojmë se jemi pjesë e diçkaje më të madhe, se ekzistenca jonë ka një vlerë që shkojnë përtej mbijetesës individuale, atëherë ne kemi një përgjegjësi për të jetuar në një mënyrë që respekton atë vlerë. Ne kemi një përgjegjësi për të siguruar që ky eksperiment i pazakont kozmik nuk përfundon me ne. A e shihni dilemën? Pjetet metafizike për rregullimin e Hall nuk janë thjesht akademike. Ato kanë implikacione reale për mënyrën se si ne jetojmë, për zgjedhjet që ne bëjmë, për të ardhmen që ne krijojmë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse këto pyetje janë kaq të rëndësishme. Jo vetëm sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë universin, por sepse ato na ndihmojnë të kuptojmë veten tonë dhe përgjegjësinë tonë. Le të marrim një analogji tjetër. Imagjinoni se ju gjetët një libër të vjetër të harruar në një bibliotekë të pluhurosur. Kur e hapni, zbuloni se është i shkruar në një gjuhë të çuditshme që askush nuk e kupton. Por ndërsa shfletoni faqet, ju vini re modele. Disa fjalë përsëriten, disa struktura gramatikore duken njohëse, dhe gradualisht ju filloni të deshifroni kuptimin. Kjo është ajo që shkenca bën me universin. Ne po përpiqemi të lexojmë një libër të shkruar në gjuhën e matematikës dhe fizikës, dhe gradualisht ne po mësojmë të deshifrojmë kuptimin. Ne po mësojmë të lexojmë historinë e shkruar në rrezatimet e yjeve të largëta. Ne po mësojmë të interpretojmë poezinë e shkruar në strukturën e atomeve. Por këtu është gjëja interesante. Sa më shumë ne lexojmë, aq më shumë pyetje lindin. Çdo përgjigje që ne gjejmë hap një derë në një dhomë plot me pyetje të reja. Çdo mistër që ne zgjidhim na çon në një mistër edhe më të thellë. Dhe kjo nuk është diçka për t'u frustruar, kjo është diçka për t'u festuar, sepse kjo do të thotë se libri që ne po lexojmë është më i thellë, më i pasur, më i bukur se sa ne mund të kishim imagjinuar. Dhe ndoshta, në fund, kjo është ajo që rregullimi i Hall na tregon, se ne jemi pjesë e një historie më të madhe se sa ne mund të imagjinojmë. Një historie që filloi 13,8 miliard vjet më parë, me një shpërthim që krijoi kohën dhe hapësirën. Një historie që vazhdon përmes formimit të yjeve dhe galaktikave, një historie që përfshin lindjen e jetës dhe zhvillimin e vetëdijes, dhe një historie që vazhdon përmes nesh, përmes çdo pyetje që ne bëjmë, përmes çdo zbulimi që ne bëjmë. Ne nuk e dim se ku shkon kjo histori, ne nuk e dim se si përfundon, por ne dim se ne jemi pjesë e saj. Dhe kjo, në vetvete, është diçka e jashtëzakonshme. A mund të imagjinoni një të ardhme ku njerëzimi ka zgjidhur pyetjen e rregullimit të Hall, ku ne kemi zbuluar një teori unifikuese që shpjegon gjithçka, ku ne kemi kuptuar plotësisht ligjet që qeverisin realitetin? Si do të jetë bota atëherë? A do të jemi më të lumtur? A do të jetojmë më mirë? Apo ndoshta kuptimi nuk qëndron në arritjen e një përgjigje përfundimtare, por në procesin e kërkimit vet? Ka një koncept në filozofinë lindore i quajtur wabi sabi. Është një ide japoneze që feston bukurinë e papërsoshmërisë, kalimtarisë dhe paplotësisë. Sipas kësaj filozofie, gjërat më të bukura janë ato që janë të papërsosura, të paplota, të kalimtare. Një vazë me një plas është më e bukur se një vazë e përsosur, sepse plasa na kujton që asgjë nuk është e përjetshme. Një lule që po fishket është më e bukur se një lule plastike, sepse kaliqëmëria e saj na kujton për vlerën e momentit. Ndoshta ne mund të aplikojmë këtë ide në kuptimin ton të universit. Ndoshta bukuria e universit nuk qëndron në një rregullim të përsosur, por në paqëndrueshmërinë e tij. Në faktin se ai mund të kishte qenë ndryshe, por nuk është. Në faktin se ai po ndryshon, po evoluon, po shkon drejt një fundi që ne nuk mund ta parashikojmë. Dhe ndoshta bukuria e ekzistencës tonë nuk qëndron në përsoshmëri, por në brishtin, në faktin se ne jemi këtu për një moment shumë të shkurtër, në faktin se ekzistenca jonë varet nga një balancë aq delikate të forcave
që një frymë e gabuar mund ta shkatërrojë atë. Kjo brishte, kjo kalimtari na bën të çmuar. Kjo na jep vlerë. Nëse ne do të jetonim përgjithmonë, nëse asgjë nuk do të ndryshonte kurrë, nëse gjithçka do të ishte e përsosur dhe e qëndrueshme, a do të kishte vlerë momenti? A do të kërkonte dashurinë? A do të bëhej zbulimi i bukur? Ndoshta është pikrisht kalimtaria e gjërave që i bën ato të bukura. Dhe ndoshta kjo është ajo që duhet të mësojmë nga rregullimi i Hall. Jo se ne duhet të kërkojmë një shpjegim të përsosur, por se ne duhet të festojmë misterin. Jo se ne duhet të arrijmë një përgjigje përfundimtare, por se ne duhet të vlerësojmë procesin e kërkimit. Jo se ne duhet të jemi të përjetshëm, por se ne duhet të jetojmë plotësisht në momentin që kemi. Sepse në fund, çfarë është më e bukur? Një univers ku gjithçka është e shpjegueshme, e parashikueshme, e kuptuar plotësisht, apo një univers plot me mister, plot me habitje, plot me mundësi që ne ende nuk i kemi zbuduar. Unë zgjedh misterin, unë zgjedh habitjen, unë zgjedh rrugtimin pa një destinacion të sigurt, sepse rrugtimi vetë është destinacioni. Dhe ndoshta në fund, kjo është përgjigja më e mirë për pyetjen se kush e rregulloi universin për jetën. Përgjigja nuk është dikush, ose rastësia, ose multigjithësia. Përgjigja është misteri. Dhe në atë mister qëndron bukuria, habita dhe kuptimi i gjithë kësaj. A pajtoheni ju me këtë? Apo mendoni se ne duhet të vazhdojmë të kërkojmë një përgjigje definitive? Dhe nëse ne do të gjennim një përgjigje definitive, a do të ishte kjo e mjaftueshme? Apo do të na linte të zbrazët, duke ditur se nuk kam asgjë për të zbuduar, asgjë për të pyetur, asgjë për të habitur? Le të flasim tani për një dimension pragmatik të gjithë kësaj. Çfarë duhet të bëjmë ne si specie, duke ditur atë që dim? Si duhet të jetojmë duke e ditur se ekzistenca jon qëndron në një balancë kaq delikate? Ka ata që argumentojnë se, duke e ditur se jeta është kaq e rrallë, ne kemi një përgjegjësi për ta mbrojtur atë me çdo mënyrë të mundshme. Që ne duhet të sigurohemi që njerëzimi të mbijetojë, të përhapet në përujë, të kolonizojë planet të tjerë. Që ne duhet të bëhemi një specie multiplanetare, sepse nëse ne mbetemi vetëm në tokë, një asteroid i vetëm, një vulkan super i vetëm, një luftë bërtamore e vetme, mund të na shkatërrojë plotësisht. Dhe ka një logjik në këtë. Nëse ne jemi vërtet kaq të rrallë, nëse jeta inteligjente është vërtet kaq e vështirë për të arritur, atëherë ne kemi një përgjegjësi për ta ruajtur atë. Jo vetëm për veten tonë, por për të ardhmen e vetëdijes në univers. Por ka gjithashtu një perspektivë tjetër. Ka ata që argumentojnë se duke e ditur se jeta është kaq e rrallë, ne duhet të fokusohemi në cilësinë e jetës, jo vetëm në mbijetesën. Që nuk mjafton të mbijetojmë nëse ne jemi të mirë, që nuk mjafton të përhapemi në përujë nëse ne marrim me vete konfliktet tona, pabarazit tona, dhimbjen tonë. Sipas kësaj perspektive, përpara se të kolonizojmë Mars, ne duhet të mësojmë të jetojmë në paqe në tokë. Përpara se të përhapemi nëpër galaktik, ne duhet të mësojmë të kujdesemi për planetin tonë. Përpara se të kërkojmë jetë të re, ne duhet të vlerësojmë jetën që tashmë kemi. Dhe këto dy perspektiva nuk janë domosdoshmërisht në konflikt. Ne mund të bëjmë të dyja. Ne mund të punojmë për të përmirësuar jetën në tokë, ndërsa gjithashtu përgatitemi për të përhapur në sistemin diellor. Ne mund të ndërtojmë një qytetërim më të drejtë, më të qëndrueshëm, më human, ndërsa gjithashtu zhvillojnë teknologjitë që do të na lejojnë të lundrojmë yjet. Por kjo kërkon një ndryshim themelor në mënyrën se si ne mendojmë për veten tonë dhe për vendin tonë në univers. Kjo kërkon që ne të lëvizim përtej nacionalizmit të ngushtë dhe të përqafojmë një identitet global, madje kozmik. Kjo kërkon që ne të pranojmë se ne nuk jemi thjesht amerikan, ose kinez, ose europian. Ne jemi njerëz. Dhe më gjërësisht, ne jemi qenie kozmike, fëmijët e yjeve, pjesë e një gjithësie më të madhe. Ky ndryshim nuk është i lehtë. Njerëzit kanë një tendencë për të identifikuar me grupe të vogla. Është më e lehtë të ndjesh lidhje me dikë që duket si ti, që flet gjuhën tënde, që ndan kulturën tënde. Por nëse ne duam të mbijetojmë si specie, nëse ne duam të përmbushim potencialin ton si pjesë e këtij eksperimenti kozmik të pazakont, ne duhet të zgjerojmë rrethët tanë të kujdesit. Ne duhet të mësojmë të shohim të gjithë njerëzit si familje
Dhe më gjërësisht, ne duhet të mësojmë të shohim të gjitha formate jetës si të lidhura, si pjesë e një gjithësie të madhe jetësore. Kjo nuk është thjesht idealizëm, kjo është mbijetesë. Sepse sfidat që ne përballem, nga ndryshimi i klimës, tek armët bërthamore, tek pandemit, janë globale. Ato nuk respektojnë kufit kombëtar. Dhe ato nuk mund të zgjidhen nga një kombi vetëm, ose madje nga një kontinenti vetëm. Ato kërkojnë bashkëpunim global, vizion të përbashkët dhe një ndjenjë të përbashkët përgjegjësie. Dhe kjo është kur rregullimi i Hall bëhet relevant në mënyrë praktike. Sepse nëse ne e pranojmë se ekzistenca jonë është e rrallë dhe e çmuar, atëherë ne, gjithashtu, duhet të pranojmë se ne kemi një përgjegjësi për ta mbrojtur atë, jo vetëm për veten tonë, por për të gjitha formate jetës në këtë planet. Jo vetëm për brezin aktual, por për brezat e ardhshëm. Jo vetëm për njerëzit, por për të gjitha speciet me të cilat ne ndajmë këtë ishull kozmik. A jeni të gatshëm të pranoni këtë përgjegjësi? Të zhvendosni nga identiteti juaj kombëtar në një identitet global ose madje kozmik? Të shihni të tjerat jo si të huaj, por si pjesë së njëjtës familje kozmike? Dhe nëse jo, çfarë do të duhej për ta ndryshuar mendjen tuaj? Ka një tjetër këndvështrim që duhet të konsiderojmë. Këndvështrimi i të ardhmes së largët. Ne kemi folur për momentin aktual, për zgjedhjet që ne përballemi tani, por çfarë për të ardhmen? Çfarë për mijëra vjet nga tani? Çfarë për miliona vjet nga tani? Nëse ne mbijetojmë si specie, nëse ne zgjidhim sfidat tona aktuale, nëse ne përhapemi nëpër sistemin diellor dhe përtej i tij, çfarë do të bëhemi? Si do të jenë pasardhësit tanë? A do të jenë ata ende njerëz në kuptimin që ne e kuptojmë këtë fjalë? Apo do të kenë evoluar në diçka tjetër? Ka të ngjarë që teknologjia do të ndryshojë natyrën tonë në mënyra themelore. Ne tashmë kemi filluar të modifikojmë trupat tanë me proteza, të zgjerojmë aftësitë tona kognitive me kompjuter, të zgjatim jetën tonë me mjekësi të avancuar. Dhe kjo është vetëm fillimi. Në të ardhmen, ne mund të jemi në gjendje të modifikojmë trashëgimin tonë gjenetike, të ngarkojmë mendjet tona në kompjuter, të përzejmë me inteligjencë artificiale në mënyra që tani duken si fantashkencë. Dhe nëse kjo ndodh, çfarë do të thotë të jesh njerëz? A do të mbajmë ende lidhjen tonë me origjinën tonë biologjike, apo do të bëhemi diçka tjetër, diçka që shkencëfantazia quajnë post njerëz? Kjo nuk është thjesht spekulim i kthjellët. Kjo është një pyetje që ne duhet të fillojmë të mendojmë tani. Sepse zgjedhjet që ne bëjmë sot do të formojnë të ardhmen e largët. Nëse ne vendosim të ndjekim një rrugë ku teknologjia përdoret për të përforcuar pabarazin, ku vetëm të pasurit kanë akses në përmirësimet biologjike, atëherë ne mund të krijojmë një ndarje të re specieve. Njerëzit e përmirësuar dhe njerëzit natyror mund të bëhen kaq të ndryshëm sa ata nuk mund të riprodhojnë më bashkë, dhe kjo do të ishte një tragjedi. Por nëse ne zgjedhim një rrugë tjetër, ku teknologjia përdoret për të ngritur të gjithë, ku përmirësimet biologjike janë të disponueshme për të gjithë, atëherë ne mund të krijojmë një të ardhme ku njerëzimi si i tërë evoluon në diçka më të madhe, ku ne mbajmë lidhjen tonë me njëri tjetrin dhe me origjinën tonë, ndërsa gjithashtu zgjerojmë aftësitë tona për të i çdo gjëje që ne mund të imagjinojmë tani. Dhe këtu është pika. Rregullimi i Hall na ka dhënë këtë moment, këtë mundësi, por çfarë ne bëjmë me të varet nga ne? Ne mund ta shpërdorijmë atë në konflikt dhe vetëshkatërim, apo ne mund ta përdorim atë për të krijuar një të ardhme që është më e bukur, më e drejtë, më plot me mundësi se çdo gjë që ka ekzistuar më parë. Zgjedhja është e jona. Dhe ajo është reale. Çdo veprim që ne marrim tani, çdo vendim që ne bëjmë, çdo parim që ne përkafojmë, do të hojë nëpër shekujt e ardhshëm. Ne jemi paraardhësit e asaj që do të vijë. Ne jemi ata që vendosin se si historia e njerëzimit do të vazhdojë. Çfarë trashëgjimi e doni të lini? Çfarë të ardhme e doni të krijoni? Dhe çfarë jeni të gatshëm të bëni sot për ta bërë atë të ardhme të mundshme? Dhe tani, në fund të këtij udhëtimi të gjatë përmes mistereve të universit dhe natyrës së ekzistencës son, le të ndalemi për një moment.
Le të marrim frym. Le të reflektojmë mbi atë që kemi mësuar. Ne kemi parë se universi është rregulluar me një precizion që të i kalon çdo gjë që ne kemi ndërtuar ndonjëherë. Që nëse konstante fizike do të ishin vetëm pak të ndryshme, ne nuk do të ishim këtu. Që ekzistenca jonë qëndron në një balancë kaq delikate sa mendja refuzon ta konceptojë plotësisht. Ne kemi shqyrtuar 3 shpjegime të mundshme për këtë precizion: rastësia e pastër, multigjithësia dhe dizajni. Dhe ne kemi parë se asnjë prej këtyre nuk është tërësisht kënaqëse, secila ka problemet e veta, secila ngre pyetje të reja. Ne kemi parë se shkenca, pavarësisht nga të gjitha arritjet e saj të jashtëzakonshme, ende nuk mund të përgjigjet në pyetjet më themelore, që ka kufi në atë që ne mund të dimë. Kufi që mund të jenë themelores për vetë natyrën e metodës shkencore. Ne kemi parë se ne nuk jemi thjesht vëzhgues të një universi të paditur. Ne jemi pjesë e universit. Ne jemi mënyra se si universi bëhet i vetëdijshëm për vetveten. Çdo mendim që ne kemi, çdo zbulim që ne bëjmë, është pjesë e një procesi më të madh, vetë zbulimi kozmik. Dhe ne kemi parë se kjo dijeni vjen me një përgjegjësi. Përgjegjësinë për të jetuar në një mënyrë që respekton rrallësinë dhe bukurinë e ekzistencës sonë. Përgjegjësinë për të mbrojtur jetën, për të kultivuar vetëdijen, për të siguruar që ky eksperiment i pazakont kozmik nuk përfundon me ne. Por në fund, pas gjithë kësaj, ne ende nuk kemi një përgjigje definitive. Ne ende nuk e dim se kush e rregulloi universin për jetën. Dhe ndoshta, siç kemi sugjeruar, kjo është në rregull. Ndoshta misteri vetë është ajo që i jep vlerë kërkimit. Çfarë ne dim me siguri është kjo: ne jemi këtu, në këtë moment të jashtëzakonshëm, në këtë univers të çuditshëm, me aftësinë për të pyetur pyetje që shkojnë për te mbijetesës, për të habitur me bukurinë dhe kompleksitetin e gjithësisë, për të dashur dhe për të krijuar kuptim në një univers që, për veten e tij, mund të mos ketë kuptim. Dhe ndoshta, në fund, kjo është përgjigja. Jo një përgjigje që mbyll librin dhe na lë të kënaqur, por një përgjigje që hap horizonte të reja, që na fton të vazhdojmë të kërkojmë, të vazhdojmë të pyesim, të vazhdojmë të habitemi. Sepse sa kohë që ne po bëjmë pyetje, sa kohë që ne po kërkojmë të kuptojmë, sa kohë që ne po habitemi me misterin, ne jemi të gjallë në kuptimin më të plot të fjalës. Ne jemi universi i zgjuar, duke eksploruar vetveten, duke habitur me bukurinë e vet, duke pyetur pyetje për të cilat ndoshta nuk do të ketë kurrë përgjigje përfundimtare. Dhe ndoshta kjo është e mjaftueshme. Ndoshta kjo është gjithçka që ne mund të shpresojmë. Të jemi pjesë e këtij udhëtimi të pazakont, të kësaj historie kozmike që vazhdon përmes nesh. Pra, pyetja përfundimtare nuk është kush e rregulloi universin për jetën. Pyetja përfundimtare është çfarë do të bësh ti, duke ditur se ti je pjesë e një universi kaq të çuditshëm, kaq të pazakont, kaq plot me mister. Si do të jetosh? Çfarë do të krijosh? Çfarë pyetjesh do të bësh? Dhe çfarë kuptimi do të gjesh në këtë moment të shkurtër kozmik që është jeta jote? Përgjigja është e jotja dhe ajo pret për ty.